Këtu po bëjmë një supë angleze, që është me brokoli, me qep. Kam skuq qep dhe brokoli, në kam hedhë ujë. E ka afërsisht i gjysore që po zinë, do lejmë dhe pak. Edhe pastaj i fusim pak bechamel ose krem, edhe pak Stilton, brokoli dhe Stilton, supa angleze, përdoren në për restorante angleze, brokoli dhe Stilton. E hodhëm bechamelin këtu, tani po e përzim. Kjo supa bëhet pak si kremoze, se nga bechameli ose kremi, edhe nga djathi, edhe jep i shije shumë mirë supës. Do lejmë prapje gjysore, do më thënë 1 orë, zinë mirë brokolit, i hedhim pak krip, i hedhi luk krip, për shije, edhe pak peper, nëse do. Masi gjysore, kjo supa është gati, kupton? Edhe është një supë shumë e mirë që përdoret në restorante angleze. Masi gjysore, përdorim këtë për ta blend, për ta hollur supën, edhe del shumë e mirë.